Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini sërish në kanalin tim. Sot do përgatisim së bashku një nga ato recetat që të kënaqin shpirtin. Është turli me perime në furrë, përgatitet shpejt, është e shëndetshme dhe plot lëng. Është zgjedhja ideale për ato ditët që doni diçka të lehtë, por me shije të vërtet shtëpie. Si e shikoni, këtu kam rënditur të gjitha perimet. Fillojmë të presim në fillim patatet, janë 4 patate. Varet nga sasia e turlisë që ju do përgatisni. I presim perimet dhe i vendosim të gjitha në tas. Formën sigurisht që mund t'ja jepni si ju të dëshironi, por jo shumë trash që të zbuten më shpejt. Këtu kam një kungull të njomë, kungull i vogël sigurisht. I pastrojmë nga skajet dhe më pas e presim edhe kungullin si patatet. E presim dhe e bashkojmë me patatet në tas. Këtu kemi 4 speca jeshil, 4-5 speca në fakt. I presim edhe specat. Nuk kisha spec të kuq, por do jepte një kolor edhe më të bukur speci i kuq. Këtu kam një domate të plot të pjekur mirë, e pastrojmë nga lëkura domaten dhe më pas do e presim në kubik në tas. Kam sjedhur ta pres në kubik me qëllim që mos të largohen langjet e domates, por të shkojnë tek perimet. Është një turli që përgatitet pa mish. Është komplet recetë për të gjithë ata që janë në një regjim ushqimor ose për ata që janë vegan ose vegetarian. I shtuam një qep. Perimet tashmë janë gati, përgatisim salsën. Në një tas shtojmë 2 lugë të gjellës me salsë tomateje, me që jam në fund të shishes salsës. Shtojmë tek shishja diku te 300 ml ujë, ose e thënë në masa kuzhine 1 gotë e gjysmë me ujë. Kemi gati, i shtojmë 1 lugë të çajit me krip, piper i zi sigurisht që nuk mungon në perime, shtojmë këtë miksin e erëzave, nuk mungon rigoni në këtë recetë, dhe në fund fare do shtojmë këtë kremin e hudrave. Sigurisht nëse nuk keni krem hudrash, mund të grini 4-5 thelpinj hudra. I shtojmë gradualisht ujin që shtuam më parë. Shikoni çfarë teksture mori kjo salsë dhe ngjyra e kremit të hudrave. E shtojmë salsën në tas. Nuk i shtova vaj, pasi nuk dua të më ngelet vaj në tas, por do ta shtoj direkt në tavë. Një përzierje të mirë, direkt në tavë, duke i shtuar bollshëm vaj ulliri sipër dhe në furrë direkt për 30 minuta. 30 minutat e para do ta pjekim me kapak në 200 gradë, më pas do t'i largojmë kapakun, do ngrejmë temperaturën dhe do e pjekim derisa të jetë gati. Dhe ja ku doli turlia jon nga furra. Shikoni çfarë ngjyre të artë që ka marrë sipër. Në fund fare unë i shtova pak majdanos, sigurisht do përgatis edhe qoftet, ta shoqëroj këtë recetë. Nëse ju pëlqeu kjo recetë e thjeshtë dhe e shëndetshme, mos harroni të bëni like dhe të abonoheni në kanalin Pasion Kuzhine për më shumë receta të reja.